Specialistë sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasit IB 26 vjeç banues në Rreshen pas duke drejtuar automjetin e tij në gjendje ndehur, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe automjeti ka goditur tabelën rreth rrotullimit në lagjen Partizani. SG 26 vjeç banues në Tiranë pas duke drejtuar automjetin në gjendje ndehur. Gjithashtu, specialistë sektorit të qarkullimit rrugor reformatal në prokurori nisi procedimi penal për shtetasit RB 25 vjeç banues në fshatin Goraj, i cili duke drejtuar automjetin e tij përplasur motomjetin me drejtues shtetasin CT 60 vjeç banues në fshatin Lohe, i cili ishte duke drejtuar motomjetin e tij pa le drejtimi. Sipas së është dëmtuar shtetasit CT, i cili ndodhet në spitalin të Shkodrës jashtë rrezikut për jetën. Me të 22 vjeç banues në fshatin Shtoj Vjetër pas duke drejtuar automjetin e tij është përplasur me automjetin me drejtues shtetasen HŠ 33 vjeçë banues në fshatin Golem. Sipas së është dëmtuar let shtetësia Ferret 30 vjeçë pas agjen automjetin që drejtoi nga 33 vjeçaria. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësia e Madhe reformatal në prokurori nisi procedimi penal për shtetasin DK 20 vjeç banues në Kuplik për vetë penale shkatrimi pronës nga pakujdesia dhe largim nga vendi i aksidentit pasi mbrëm duke drejtuar automjetin e tij në Fukpalaj si pasojë e humbjes së kontrollit mbi drejtimin e automjetit. Ka shtypur 30 bakti të im të dele dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësia e Madhe reformatal në prokurori nisi procedimi penal për 3 shtetas të mitër, 2 17 vjeçar dhe 1 16 vjeçar, pasi dyshohet se janë konfrontuar fizikisht dhe goditur, duke u shkaktuar dëmtimin në pjesën e fytyrës 2 16 vjeçarëve banues në Tiranë. Matrat posteriore ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprimet e mëtejshme.